125 000 apo ble online në komoditahome.com. Komodita Home, 11 vite që fle me ju. Përshëndetje. Mirë mëngjesi, shipe mirë se erdhe, kënaqësimet pas. Faleminderit shumë, kënaqësime që jeni gjithmonë pranë jush, energji pozitive sa dush. Faleminderit shumë, po ashtu na sollte edhe Ushtu edhe më shumë. qetësi, energji dhe bukurinë jetën. Faleminderit. Si në ne të trijave. Faleminderit. Për çka jemi sot bashkë Lindrit me Shqipen son? Me Shqipen jemi këtu për me diskutu shumë gjëra të bukura të komoditës. Para është 11 vjetore i hapjes së komoditës, po edhe zbritje të shumta që ka shpërblime të shumta që gjithmonë komodita i jep, por edhe disa bashkëpunime shumë domethënëse për shoqërinë tonë kosovare. Kështu që të gjitha do t'i zbërthejmë ka paka. Në mjeshturime 11 vjetore i komoditës Shqipe. 19 vjetë, po më duket si me qenë dje që kom qenë vitin e kaluar në studio për 10 vjetorin që kemi diskutu ma shumë, kemi folë për sukseset, për sfidat e gjithçka tjetër. 19 vjetë shkun shumë shpejt, po ka qenë 11 vjetor, ose nëse mund të them këto 11 vite, sa kanë qenë sfiduese, kanë qenë shumë pozitive në anën tjetër, kemi mësu shumë prej tyre. E rëndësishmja është që për klientët tonë është lehtësu mënyra e tjetuarit. Kjo ka qenë qëllimi parsor që cilin produkte cilat përfshin një asortiman gjerë. Në gjitha dyqanet tona që sot numrojmë gjithsej 115 prej tyre në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, ofrohet një asortiman që shikuesit tonë mund të hynë dhe të shikuesit klientët, të ekzistues klientët e ri, që besoj janë të pak në numër ose s'janë fare ekzistent, sepse që të gjithë janë klientë të komodita, kanë shansin që të shkojnë zgjedhin edhe besoj do t'i gjejnë gjitha ato që i kërkojnë, sepse komodita ka sjell asortimanin për këto 11 vite duke përfshirë gjitha kategoritë e produkteve. Pra palën asnjë vend të shtëpisë në pozicion të keq. Pra gjitha i ka plotësu. Po. Kjo është e bukura e komoditës që me një vend i gjenë të gjitha. Edhe mundesh me mobilu të gjithë shtëpinë me një lokacion e cila quhet komodita. Prej gotave deri tek dysheku, po e them kështu sepse janë që të gjitha, sidomos në kampanjat mëdha, na mezi presim kampanjat e mëdha, sidomos këto kampanjat e muajit mars, në një farë forme marsi shndrohet në festë dhe për ne stafin, jemi shumë të lumtur të gëzuar që arrim të sjellim zbritje deri në 70% dhe më shumë kësaj here për shkak që kategoritë e dyshekëve kanë mësuar një ulje shumë të madhe. Këto e kemi sjell për t'i gëzuar gjithë klientët tanë, sepse unë e di që ata e mirëpresin sidomos në këtë muaj që unë e them është muaj më i bukur i vitit, posaçërisht për klientët tonë. Ka mbetë edhe pak ditë, me datën 31 mars do të mbaroj gjithçka, kështu që sot kam ardhur për t'i treguar edhe për t'i u bërë një thirrje pozitive të gjithë publikut që janë edhe pak ditë në dispozicion që ata të pajisen me çfarëdo që u nevojitet për ambientet e shtëpive tyre. Cila është veçantia shqipe e këtij 11 vjetorit të Komodita Home? 11 vjetori i komoditës vazhdon të jetë, si çdo përvjetor tjetër, realisht vazhdon të jetë i veçantë për cilësinë që ka, cilëtetin e lartë që sjell në secilin produkt, posaçërisht në ato të gjumit, sepse ne njihemi si kompani ose si brand që gjumin e kemi parsor. Dysheku Komodita përfshi këtu dhe mbishtresat e dyshekut dhe jastëkët prodhohen në fabrikën e komoditës dhe veçantia më e madhe është që ky produkt prodhohet në Kosovë dhe thuajse shpërndahet në shumë vende të botës. Kështu që kanë shansin dhe mundësinë edhe klientët tonë të marrin produkte që përdoren kudo globalisht dhe sigurisht që ky kualitet, kjo cilësi ka vazhdu, mbahet çdo vit, shkon duke u bërë edhe më e mirë edhe më e fortë, kështu që për këtë ndihemi jashtëzakonisht krenar që arrim ta mbajmë cilësinë në nivelin e saj të duhur. Cili është produkti që shqiptarët janë më shumë të fokusuar? Pa cili nuk munden. Realisht të gjitha, po dysheku është ai produkti cili e duan shumë dhe patjetër që unë mendoj gjithmonë edhe në emisionin tonë në Komodita TV Shop e them që nëse nuk bën gjumë të mira as performanca për realizimin e planeve nuk është e duhur, kështu që dysheku është ai i cili që ndron top, po duke i përfshirë edhe produkte tjera sepse unë mendoj që klientët tonë kanë nevojë edhe për produktet kuzhine sepse e dim se sa e ndihshme është kuzhina, se sa e ndihshëm është gatimi. Mandej përcjellja një mesazhi të mirë pozitiv që duhet
gatuajmë shëndetshëm. Gjithmonë mundohemi që t'u tregojmë instruksione ose t'u japim versionet shumëta preventiva të shumëta që të gatuajnë edhe recetat shëndetshme nëse dërgojnë një set të nxjerrësh në shtëpitë e tyre, kështu që gjitha këto në një paket të këtij përvjetori do i pajis ata me minus 70% zbritje, se këtë dua ta përsëris deri në minus 70% zbritje në gjitha kategoritë. Fakti që dysheku është produkti me i shitur në Komodita Home tregon se shqiptarët janë të apasionum pas gjumit të rehatshëm. E ku më mirë se të Komodita Home më bëjnë këtë. Ne në fillim shqipe thamë se Komodita Home është një kompani, një shtëpi që është pjesë e secilës familje e shtëpi shqiptare. Po sa ka qenë e vështirë për 11 vite rresht me ofru këtë siguri dhe besim të klientët? S'ka qenë as pak e vështirë. S'ka qenë e vështirë sepse me një staf të përgatitur siç është në Komodita Home, duke përfshirë gjitha departamentet, me një departament prodhimi që është i specializuar, ku është specializuar jo vetëm nga ekspert të huaj, ekspert italian që janë zhvilluar edhe shumë dyshek me ekspertizë italiane, nuk ka qenë as pak, mund të them, e vështirë, për shkak që qëllimi është ditur, ka qenë i sakt që nga fillimi, janë ndjekur disa pika, disa parime, me anë të atyre parimeve edhe zhvillohet strategjia e të qenurit lider në tregun e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, kështu që nuk ka qenë e vështirë, po e them kështu. Gjithsesi, sfida ka pas gjatë rrugës, po që ajo me cilën ne vazhdojmë edhe njerë, po e them, të jemi dhe të ndihemi krenar është cilësia e lartë që posedojmë produktet tona. Përveç klientët të cilët me blej edhe fizikisht në për lokale, është mundësia edhe online. është edhe zbritja në online në këto platformat? Krejt mundësit i kanë. Që veç me e mora, veç me i blej? Veç me i blej. Mbi 30 dyqane në gjitha qytetet e Kosovës. Ne kemi funksionu me një strategji shumë të qartë, sidomos me hapjen e dyqaneve, kemi dashur që të ofrojmë eksperiencë të rehatshme për gjithë klientët tonë, dhe gjitha dyqanet e Komodita Home në gjitha qytetet e Kosovës, përfshin ndoshta edhe vendet e vogla, qytetat e vogla, janë të pozicionuara në mënyrë strategjike që t'jenë sa më afër klientëve. Kështu që ata kanë mundësi të shërbeje në gjitha dyqanet, pastaj kanë kanale online, nëse dikush është më përtas ose nuk i dëshiron vizitat në dyqane, ne patjetër që kemi mendu të ofrojmë edhe kanalin tonë online ose platforma tjera online, si që janë Komodita TV Shop, që mund të ndjekim përmes ekranit, që ofrojnë oferta shumë speciale, sepse ofertat që vinë vetëm për Komodita TV Shop zgjasin vetëm për atë ditë, kështu që nuk ofrohen asnjë dritare tjetër me çmime të cilat edhe i prezantojmë së bashku me diellën. Pastaj janë kanalet e tjera që mund të kontaktojnë në qendrën ose numrin kryesor të Komodita Home, pastaj rrjetet sociale, kështu që besoj i kanë gjitha adresat ku mund të shërbehen. Komodita Home ka mbi 100 pika të hapjes në jo vetëm Kosovë, po në Ballkan edhe me gjerë. Kjo zbritja për 70% shqipa, i prek gjitha këto pika? I prek gjitha, sepse shkojmë me të njëjtën strategji. Duam që gjithë klientët kenë një nëse mund të them, një përfitim me anë të këtyre ofertave. Ne duam gjithmonë që t'i gëzojmë ata, dhe ideja është që patjetër ne e dim që klientët tonë do të presin një zbritje, sepse edhe strategjia jonë që të ofrojmë një zbritje, sidomos në festat të mëdha, është një strategji e cila është pjekur brenda kompanisë, dhe klientët tonë mezi e presin, sidomos në muajin mars, që është një festë shumë e madhe, jo vetëm për ne, po edhe për gjithë ata që duan të pajisin shtëpinë e tyre dhe e shfrytëzojnë në mënyrë shumë të bindshme, për shkak që edhe shohim fluks shumë më të madh, ka klientë cilët drejtohen kudo në dyqane, dhe ne përgatitemi edhe me stoqe, sepse duam që gjithë të pajisen mos mbetet askush pa një produkt tonen. E dim që se fund me një pikë re u hap edhe në Gjakov. Si shkoj kjo hapje? Thash ditën e djeshme që me ditën e parë të pranverës për hapim edhe një nga pika tona, ishte pika e 115, duke përfshi Maqedoninë edhe Shqipërinë. Një dyqan në metra katror shumë i madh, po e them kështu në gjuhën tonë, në metra katror shumë i madh, por në anën tjetër i mbushur me një asortiment të gjerë, mbi 4000 produkte gjithsej të vendosura, ka pas shumë të ftuar, sepse Gjakova Park ka qenë dje një inovacion për gjithë vizitorët që kanë qenë aty në Komodita Home, në dyqanin tonë. Një dyqan që ofronte një eksperiencë krejt tjetër, një eksperiencë shumë të thjeshtë edhe për klientët tonë, jemi munduar ta thjeshtësojmë, për 50 klientët e parë kemi ofruar edhe shpërblime, pra në ora 7 kur janë hapur dyert, 50 klientët e parë kanë pas shansin që të marrin nga një shpërblim, pra me blerjen e një produkti ata kanë përfituar një shpërblim. Ndërsa
në anën tjetër kemi realizuar dhe një lojë shpërblyese. Pra, me ardhjen e hapjes këtij dyqani të ri në qytetin e Gjakovës, klientët tanë me një blerje nga dita e djeshme deri me datën 31, edhe në qendrën Nertel, ku kemi dyqanin tjetër në Gjakovë, sepse gjithsej janë 3 dyqane, mirë po për të 2 qendra tregtare vlen loja shpërblyese. Kanë mundësi që me një blerje do të futen automatikisht në lojën shpërblyese dhe me datën 31 pason shpërblimi. Shpërblimet janë një motor dhe është një dyshek cloud dhe një dyshek hibrid. Kemi dashur ta bëjmë pak një diversitet, jo të përfshijmë vetëm produktet tona, dhe është mirëpritur shumë mirë, është lojat shpërblyese zakonisht janë ato që nëse kisha pas mundësi isha futur edhe vetë, se mundësia është shumë e vogël, po janë shumë të mirëpritura dhe dashura. Bukura e komoditës është që në klientët besnik gjithmonë i shpërblen ata. Edhe sigurisht që kjo është një vlerë e komoditës që të gjithë këta klient pak ti shpërblej me një dhuratë sa më të bukur edhe me imbajt sa më shumë ofer vetës, po një pyetje pak ngacmuese, pasi që komodita është gjithkohë në Kosovë dhe në rajon, cili qytet po shpenzon më shumë? Realisht qytetet e mëdha janë ato që shpenzojnë më shumë, duke përfshi Prishtinën, Tiranën, Shkupen, 3 kryeqytetet normal, janë kryeqytetet që shpenzojnë më shumë, po nuk pa i lënë anash edhe qytetet të tjera, sepse thash që sidomos në kampanja të mëdha fluksi është jashtëzakonisht i lartë, mundohen që të pajisen me gjitha produktet, mandej se e përmend edhe lojën shpërblyese. Loja shpërblyese është është njëra prej ndoshta po them mundësive të arta që i ofrojmë për klientët tanë që të shpërblejmë, sidomos klientët besnik, sepse është një, mund them, edhe unë jam kliente e komoditës dhe pa tjetër që të i gëzon ata, edhe ne duam të i gëzojmë, sidomos në këto festa, se e përmenda për fillimit, sidomos në këtë muaj mars, po e di që mezi e kam prit dhe pse jo. 3 klientët me datën 31 mars, uroj që t'jenë klientët besnik që janë zakonshëm në komodita. Një inovacion tjetër për Komodita Home Shqip, në fakt ishte edhe bashkëpunimi me UNICEF-in për një tematikë dhe çështje shumë të veçantë. A na flet pak edhe për këtë bashkëpunim mes UNICEF-it dhe Komodita Home? Patjetër, një bashkëpunim që ka nisur që vitin e kaluar, është hera e dytë që krijojmë një partneritet shumë serioz me UNICEF. Ky bashkëpunim tashmë në muajin mars është kurorzuar edhe me një hapje të një qendre për zhvillim të hershëm të fëmijëve në Mirosal të Ferizajit. E dim se sa e rëndësishme është që të zhvillohen fëmijët në moshën e tyre të hershme, sidomos në moshën 3 deri në 4 vjet. Përfshi këtu edhe komunitetet, meqense e dim se qasja e tyre në Arsim është shumë e kufizuar, kemi dashur që patjetër të jenë përfshira dhe komunitetet, gjithsej kanë qenë përfshirë 40 nxënës në qendrën e parë, deri në fund të vitit 2026 do të hapen, do të ofrohen edhe 2 qendra të tjera në qytetin e Pezë, në qytetin e Mitrovicës. Ky ka qenë një hap shumë i rëndësishëm. Ky partneritet mes Komodita Home dhe UNICEF-it patjetër që tregon edhe një herë për kushtimin për me investu në komunitetin tonë. Ne jemi gjithmonë të gatshëm dhe ndihemi shumë krenar që jemi pjesë, kontribuojmë në iniciativat e tilla që kanë qëndrim pozitiv dhe realisht janë shumë të qëndrueshme, sepse iniciativat e tilla tregojnë shumë edhe për fëmijët, tregojnë shumë edhe për ne, dhe një partneritet i tillë është një nga partneritetet më dobishme që e sjellim në këto 2 vite. Është e bukra dhe kur e din që jeni tu kontribuar për shoqërinë tonë, sidomos edhe për këta po qendra madje janë të dizajnume që të ofrojnë zhvillimin e hershëm. E dim ne realisht se sa i rëndësishëm është. Në pjesën e parë të po them fushatës kemi ardhur me mesazhin që fëmijët bashkë me prindrit lexojnë, të jenë të bashkuar, edhe është përcjell një mesazh shumë pozitiv, është arrit ajo që realisht është përcjell prej ne dhe UNICEF-it që nga fillimi, ndërsa pjesa e dytë e kampanjës që do të startoj shumë shpejt në fillim të muajit prill, ka të bëjë me përqafimin. A ka më bukur se të kemi një kampanjë që ka të bëjë me përqafimin e prindërve dhe fëmijëve. Shpresoj që të marrim mësim edhe të mëdhenjt, jo vetëm fëmijët. Përmes kësaj, sepse më duket pak ka hup kjo pjesa e dashnisë vendrore. Ne jemi shumë të pranishëm, sidomos në fushatat të tilla mundohemi të jemi prezent kudo, të përçojmë mesazhin në mënyrë të fortë, të duhur, të jemi në shtëpitë e gjithsecilit, përdorim të gjitha platformat tona, sidomos po e them për një kampanjë të tillë e cila ka një qëllim shumë pozitiv dhe një qëllim që fëmijët tanë të jenë të involvuar në arsim të hershëm, në zhvillim të hershëm.
dhe besoj që ja kemi dalë. Pika shumë të rëndësishme dhe të dobishme për shoqërinë tonë, por do doja të bëja të ditur për një masë të publikut që po besoj një numër i madh dhe po për gjithë ata që nuk e dinë, që zëri pas produkteve të Komodita Home është zëri i Shqipes, e cila është prej tash 10 vite shtesë të Komodita Home. Na fol pak për eksperiencën tënde shqipe. Nëse flasë për eksperiencën time personale, pa tjetër që do të flasë fjallë miradije, gjithsesi që kanë qenë disa vite shumë bukra, do të vazhdojnë, nëse jemi shëndosh e mirë, do të vazhdojnë edhe tjene dhe disa vite të tjera të bukra, por rrugtimi në Komodita është një, nëse mund të them, një maraton e vërtet, për shkak që gjithçka është shumë e shpejt, ndoshta harron shpesh se çfarë ka ndodhur në ditën e djeshme për shkak të fluksit lartë të përgjegjësive, të punëve, por që është shumë e bukur. Është e bukur të jesh me një brand që mëson shumë, mëson përtej asaj që të jesh pjesë e televizionit, sepse më herët unë edhe isha pjesë e ekranit, po mëson shumë përtej asaj që të jesh pjesë e një koltuku, pjesë e terenave të shumta në gjithë Kosovën, Shqipërinë e Maqedoninë, mëson edhe për një anë tjetër të botës, shitjen, kështu që kjo është shumë e mirë, është shumë e bukur, po në anën tjetër edhe sfiduese. Vazhdon të jetë gjithmonë e njëjtë, çdo ditë ka gjëra të reja që të sfidojnë. Sigurisht ne mësu me zonin tanë, po ti se dia je mësu ende me zonin tanë, sepse kur e dëgjon zonin tanë është duket pak më që dëshmë kështu që e kemi një pjesë tënde ku ti veç fol për Komoditën, kështu që ta dëgjojmë. Hajde. Hibrid, aty ku fillon gjumi i luksit. Dyshek që bashkon shtresat e shpuzës dhe sistemit me susta për një eksperiencë gjumi që nuk e keni përjetuar kur më parë. Rahatje për kryer dhe mbështetje supreme. Hibrid përkthel trupin tuaj, zvoglon presionin dhe ju mban të freskët gjatë gjithë natës. Ndjeni balancën e përkryer të qëndrueshmërisë dhe komoditetit në çdo lëvizje. Komodita Home. Shqipe, është zëri? Hajtë edhe një herë? Vazhdoje. Mdoket Shqipe kur i dëgjojnë këto, mendoj se ti e shtrime që ato edhe i të aman të e shiju të e përjetu. Realisht edhe shikuesit kudo që... Gjendje qetësie t'jep automatikisht. Që na takojnë qoftë në dyqane, qoftë në rrugë, qoftë kudo tjetër, na njohin se ato ledhatusët e dyshekve. Kështu që... Unë pa ta bo një gafë që të pahire. Mirë që po e përcjellin ndjesinë e mirë, sepse edhe njerë po e them që gjumi realisht është një ani prej anëve thelpsore ose ajo që neve na përkufizon, me qenë të shëndetshëm është në ditën e sotme është realisht gjaja kryesore, kështu që uroj që me një gjumë të mirë, me një ushqim të mirë, me një gatim të mirë, me qenë të shëndetshëm gjithë. Me të vërtetë edhe ti Shqipe dhe Djelza e përçoni për me zërit atë atin që ofron vetë Komodita Home. Po jemi krejt në fund të këtij diskutimin, çka i pret klientët e Komodita Home? Për këto 11 ditë, po flasë për muaj prill, sepse edhe në muaj prill kemi përgadit diçka tjetër, një surprizë tjetër, ato do e tregojmë më vonë, sepse sigurisht do të jemi të pranishëm diku në emisionet të Kloanit, por ajo që dua të them është që shfrytëzoni këto ditë e fundit, sepse me 31 mars do të mbaroj oferta, nëse mund të them, më e madhe e vitit që kemi sjell deri në 70% zbritje, sidomos po e përmendi një produkt, sepse unë kam shumë përqefje dhe bëj gjumin në të, dyshekun memory, që vjen me një ofertë që ka qenë kur dhe asnjëherë më parë prezente këto 11 vite, të paktën unë nuk e mbaj mend që nga viti i parë dhe deri sot kemi sjell një ofertë që vjen në zbritje të atill, kështu që them shfrytëzoni të gjitha dritaret tona të shitjes, qofshin ato online, kudo që u vije më lehtë ose ndjeni më komod, shkoni në dyqane edhe bëni blerjet e tuaja të fundit sa i përket muajit mars, sepse do të mbaroj shpejt zbritja e madhe. Për po zbritjes se i presin edhe loja shpërblyse? Loja shpërblyse me 31 mars, po edhe njerë po e ripërsëres, ka nisë në ditën e djeshme vlen vetëm për 2 dyqane në qendrën tregtare Gjakova Park dhe në qendrën tregtare Nertel, ku kemi të pozicionuara 2 dyqanet Komodita Home. Dhe pa tjetër që për këto 2 dyqane, gjithë klientët që do të bëjnë një blerje, futen automatikisht në lojën shpërblyse. 3 shpërblimet thash që do të pasojnë me datën 31 mars. Ne do t'i njoftojmë dhe do e bëjmë publike përmes platformave tona, kështu që kanë 3 shpërblime shumë të mira, një motor që nuk ka të bëjë me produktet tona, por që kemi dashur të bëjmë edhe njerë, po e them, diversitet të shpërblimeve, dhe kanë dyshekun cloud dhe hibrid 2 produktet tona më të mira të gjumit. Njëra sjell adrenalin, 2 tjera trahati. Trahati, mas mire kufizove. Po komoditet të dyjat. Të dyja komoditet, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi e madhe me të pas në studio dhe me na tregu më shumë rreth komoditës, një shtëpi që thash më herët i mbushte gjitha shtëpit. Faleminderit shumë. Kemi përsëri
tek evente tjera dhe tek të gjitha shpërblimet që Komodita jep për klientët besnik. Knatësi shumë. Faleminderit Shqipe për gjitha informacionet që sjellë. Knatësi. Faleminderit shumë. Shkojmë me pak marketing. Oferta që po flasin të gjithë, 149 euro, çmimi më i mirë në vend.